Shtëpia është streha jon, vendi ku duhet të gjejmë paqe, apo jo? Po kur nuk ndodh kështu? Sot do të flasim për diçka, një mjet të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishëm për të mbrojtur shtëpinë, për të pastruar atë energjinë dhe për të kujdesur për mirëqenien tonë shpirtërore. A e keni ndjerë ndonjëherë atë ndjesinë e rëndë në ajër, grindje që nisin nga asgjëja, apo ato net kur thjesht nuk të zëgjumi? E po, ndonjëherë shtëpia jon mund të mbushet me një tension që as nuk e dim nga vjen, dhe streha jon papritur kthehet në një burim ankthi. Pse ndodh kjo vallë? E po, përgjigje mund të jetë më pranë se sa e mendojmë. Mendoje pak shtëpinë si një trup, si një organizëm të gjallë. Ashtu si ne kemi nevojë për ushqim e ujë, edhe hapësira ku jetojmë ka nevojë për ushqim shpirtëror. Pa të, shtëpia bëhet si një tokë e shkret, e hapur ndaj çdo lloji energjie negative. Po sikur të kishte një mënyrë për ta ushqyer shtëpinë tonë. Pikërisht për këtë do të flasim sot, për një lutje të veçantë që nuk është thjesht një formullë magjike, por një praktikë me efekte të prekshme, reale, që mund ta transformojë tërësisht atmosferën e shtëpisë. Dhe ky çelës, kjo mburojë hynore, ka një emër, istiadha. Mos u shqetësoni për emrin, është koncepti që ka rëndësi. Ky është mjeti ynë kryesor për të mbrojtur jo vetëm veten, por edhe hapësirën tonë më të shenjtë, shtëpinë. Tingëllon kështu: e udhu billahi minesh shejtanir rajim, që do të thotë, kërkoj mbrojtje te Allahut prej djallit të mallkuar. E dëgjuat fjalën kyçe? Kërkoj. Ky nuk është një urim pasiv, është një veprim aktiv. Ti po kërkon mbrojtje dhe pikërisht aty qëndron e gjithë fuqia. Dhe ja ku është thelbi i gjithçkaje. Istiadha nuk është thjesht recitim fjalësh, është një deklarat. Ti po thua, po, e di që ka forca negative, por unë nuk jam vetëm kundër tyre. Është si të ngresh një mburojë të padukshme, por të fuqishme, duke thjerrur një forcë më të madhe për ndihmë. Në rregull, kjo tingëllon shumë bukur në teori, po në praktik, çfarë ndodh realisht? Çfarë ndryshon konkretisht në shtëpi kur kjo lutje bëhet pjesë e jetës së përditshme? E po, bëhet fjalë për një transformim të trefisht, të mahnitshëm. Së pari, trazimi thjesht largohet. Forcat negative, ato energjitë e rënda, nuk mund qëndrojnë aty ku përmendet emri i Zotit. Pastaj, hapi i dytë. Vjen qetësia, e ndjen atmosferën që bëhet më e lehtë, debatet e kota thjesht shuhen. Dhe së fundi, hapi i tretë, bekimet shtohen. Kur pastron hapësirën nga negativiteti, çfarë ndodh? Krijohet vend për gjërat mira. Fokusi përmirësohet, puna ecën më lehtë, koha sikur bekohet. Pra, e shihni lidhjen, nuk është vetëm pastrim, është krijim. Duke hequr barrat e këqija shpirtërore, po jepet hapësirë dhe dritë luleve, paqes, fokusit, bekimeve që të lulëzojnë lirshëm në shtëpi. Tani, pyetja më e rëndësishme: si ta bëjmë këtë pjesë tonën? Si ta kthejmë këtë ide kaq të bukur në një praktikë të përditshme? Pra, si e shndrojmë shtëpinë nga thjesht një ndërtesë në një streh të vërtet shpirtërore? Dhe një lajm i mirë, është jashtëzakonisht e thjeshtë. Bëjeni zakon ta thoni kur filloni diçka. Kur hyni në një dhomë, para se të hapni një libër, nuk ka nevojë për rituale të ndërlikuara. Ideja është thjesht ta mbushni shtëpinë me këtë kujtim të vazhdueshëm, ta bëni atë të marrë me përmendjen e Zotit. Dhe kështu, le ta mbyllim me këtë mendim. Shtëpia është një pasqyrë e gjendjes sonë të brendshme. A do të lihet të mbledh plurin e neglizhencës shpirtërore, apo do të kultivohet për t'u kthyer në një kopsht paqeje? Zgjedhja dhe fuqia për ta bërë këtë ndryshim qëndron në këtë veprim kaq të vogël, por me një kuptim të pafund.